Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, I cili është prodhim I Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Pa humbur kohë, duam të fillojmë për fillimisht të përmendim sponsorët tanë të cilët janë Patos, Golden Eagle dhe brendi mirënjohur I automjeteve nga Korea e Jugut KGM Sangyon Kosova, ndërsa me neve është një ish futbollisti mirënjohur nga Kosova, tani më pjesë e futsallit të Hysni Gjinovci. Hys, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Hysi, për ata që se din, është një prej mbrojtësave më të mirë në futbollin e Kosovës. Në atë kohë kur Prishtina dhe Drita me nërë mas lufte kanë pas super skuadra, Hysi ka lujt në dyat edhe te Dritave që ka arrit atë kulmin muna me thonë të karrierës, ku edhe sot prej shumë gilanazve shihet si legjende klubit edhe dojnë edhe sot si para 25 vjetëve. Hys, apo na kallëzon çysha ke nis ti me futbollin? Po, të tregoj që shkam filluar me futbollin, si po them si në moshë 3 si të gjithë fëmijët e botës, po them. Te ne në Drenica ka pak më vështirë. Karriera ka me vështirësi. Arsyeja se kemi qenë diku në afër 10 kilometra larg qytetit, Skënderajt, që ka jo kushtet s'kan qenë të këqija, po puna udhëtimit si fëmijë për me udhëtu me lujt Futbolli ka pak më vështirë. S'ke pas me kanë me shku kush me të çu. E këto janë ka pak më vështirësi. Kam filluar unë si pikë sport do ta falenderoj profesorin që ka zbulu talentin tim. Kon Jashari nga fshati Jashari, shkollës fillore në Rezall. Ai ka zbulu talentin tim në një turne në komunën e Skënderajt që morën pjesë gjitha shkollat. Na e fitojmë vendin e parë. Edhe ato të thotë hajde me lujt futboll të madh. Jo, ai me shtyn që të shkoj në atë kohë ka qenë vetëm Budućnosti. Budućnosti, po. Tani dren. Jo, ka qenë Budućnosti, Skënderaj, tani më vonë formu Drenica. Drenica. Tani janë bërë bashkë, kështu që ka qenë Budućnosti. Dhe ai më shtyn që të shkoj se po bëhet për zgjedhja e trive. Po. Dhe unë ka qenë vitet 84-85. Edhe me insistimin e tij vazhdoj me shku. Herë kam shku kom, herë me autobus, si kam mundur. Po. Për një kohë sa kam servit, me prejnë kom, se më thanë që nuk I pleca kushtet. Nuk I e për futboll, Plot ka ndodhur një drejtim tjetër. Dhe unë ndërpres karrierën atu, vazhdoj shkollë. Po. E kështu më radhë. Te Drenica, domethënë, ke debutu shumë herët në futbollin e ekipit parë, 15-16 vjet. Na kujtoj që ardh. Që she kthy me lu. Se njerë e pas ke lënë pak herët. Në vitin 87-88 është formu klubi futbollit të Drenica. Po. Trener kanë qenë 2 ish profesorët, Hajdin Ajeti dhe Hashim Ajeti, të ndjerë tash se nuk janë më. E kanë një turnir në shkollën e mesme, e unë isha në vitin e parë të shkollës mesme, dhe bo një turnir në shkollë, për mes gjithë. Me marrë litar për ekip. Në mesin e atyre isha edhe unë që u përzgjodha. Dhe kur shkoj në klubin e Drenicës, I gjoj emrat të mëdhej, si Bashkim Idrizi, Burhan Hamiti, babaj Genc Hamiti, Ragib Gjaka, babaj... Verome? Valëm Verome. Ragib Verome, më falë, Ragib Verome, babaj Valën Verome, e shumë ju e tjerë, që kur I dëgjoj shumë, në abdokesion, dhe unë të isha mesin e tyre, dhe pas tërvitje 1 mujore ose 2 mujore, unë startoj në moshën 15 vjeçare me ekip parë. Ndjenje mirë. Sa të ka ra me lujt për Drenicën edhe qysh ndodhe me kalute të Beslidja në atë kohë. Mos harrojmë Beslidja në atë kohë I ka pas bajage një farë ekipe të fortë. Ko në organizu me klub? Kom lujt deri në vitin Drenicën 88 deri në vitin 92. 92. Ka qenë. 92-93 një lojë në Drenas me Fereniklin. Për gjitha terene që ishin të okupume, Drenosi u leje këtë lujke në terenin e Drenosit, ku lundë Fereniklin, u zhvilleshin lojt. Ato pas loje vin klubi Prishtines, Indjeri Beqeraliu, me ndjerin Shnasi Berisha, më bojnë një ftesë. Ti do të marrë në Prishtinë se nuk e ki venin këtu. Thash me ardhë, po si me ardhë, thash në Prishtinë. E di si po vije.
merrëm vesh. Beqa ishte edhe jonës tona në nga Likovci. Tha vi, tha unë flas me Plakun. e kry këtë farë punë. Okej? Nestrit vjen në Ramadani me 20 gjinoshtë të ndjerin në shpe. Tash kokonor më morë Prishtina. Ta jo, tha, na jem beslidhja. Dhe ti tha, pe nestrit, ta vazhdan, tha, beslidhja, është kampionati është në gjyst. Tha, na ja besën që vjen të na. Me të reguna të kushtet, qështë i kanë, edhe vendosa, shkojnë beslidhje. Kështu që në vitin 94, unë më thë që kam qenë transferi parë për një region tjetër. A u konë që kjo koha e parë kur ja ke nisë mu pagu ka pak, apo të karave të Drenica? Të Drenica, dua të përmend. Se di që shumica kanë lu për qef, sidomos që kjo gjenerata e sakrificës, atë pak ka pos, po... Si fëmi se kemi qenë shkollë të mesme, nuk në kanë dhënë parë, në kanë dhënë bona. Në atë kohë në kanë dhënë bona që mos më mujtë me shfrytzu dikon, po vetë në për markete. Më do këtë janë kohë gjithë përmete. Mos më mujtë me shfrytzu. Po du ta përshëndes të ndjerë në Kadri Nureddini, ka qenë një berber, që ne ka hjek, kur më vanoj shumë mas shkollë, shamë për marrë të shtëpia, i ka hjek shpenzimet, ushqimet, gjithë të ne ka hjek Kadri Nureddini. Që familjen tje përshëndes shumë se ndjeri nuk është më. Sa e konë të beslidhja, shkëndijat e tovës ka shprej interesim për ty. Se që që thash beslidhja Bajagi ka pas një farë ekipe të mirë. Edhe keni luftu për pozitat e nalta, edhe pse konë Prishtina, flamurtare, ka pas, sidomos se atër u lu me rajoni Prishtinës u konë Bajagi fort. Pse nuk u ndodhe transferimit të shkëndija? Ka qenë vitin 95, edhe kam pas një ofertë nga shkëndijat e tovës. Po si s'dijet ata në kohën e ish Jugosllavisë, nëse në kuj përfund të shërbimin në shtarak, nuk ke mujtë me shku me dalë. Dikun tjetër, këtu që pasaportën, shërbimi në shtarak s'ishtë i përfundum, pasaportën se kisha, edhe në sa më kujtohet, ka shku Fadil Berisha në vendin të. Në Prishtinës. Sa më duket, ka shku Fadil Berisha. Po, unë kam qenë kontakte me ta, shkëndijën, dhe për ta ka deshtu transferi. Do me thonë, 97-ën mo veç fillon lufta, që ato shkëndijat e para, edhe ti, si shumë të ri vendosim ju bashku, do me thonë e le futbolën dhe vendosim ju bashku ushtrisë lirimtare të Kosovës. Si erdhej te vendimi dhe çu kujton atë kohë? Unë du me të cek pak ma herët se të 97-ën, Sulejman Selimin generalin, kemi qenë shokë të mirë, kemi lutë futboll të vogël bashk, futboll të madh bashk, thuje gati që jemi rritë me ta. Në vitin 96, 95 nga ardha e në beslidhe. Një kohë, një pak më vonë se une, po dashnia për Drenicën e ktheu Praga atje dhe ka qenë kryetari i klubit Bashkim Roshiti që ka kthy. E ka kthy. Po, kthej atje. Edhe ai më thotë mua, po shkoj në Gjermani. Ta kemi qenë bashkë kohë të gjatë, po asnjëherë nuk e ka cek për periudhën e UÇK-s, kohën ilegale që si të bo. Tha dhe unë nuk muj mos e paten në zonë policia, paten në rraf. Tha nuk dojroj mo, tha, po shkoj, tha, sa i ki, tha, në përmoli, po shkoj, tha, në Gjermani. Edhe me mërete, ma i ka shku në Gjermani. Edhe një kohaj mi dërgon të pare. S'po më kujtua tash, ajo, agencia që tëtë, ma që një mesaj në telefon, tëtë, dilë mërët të këmë dërgu dhe pare të këta. Në 97-98, kur fillun me dalë me maska, plakum takohen në Makarmal, fshatin tim, takohen në fush, kem pas atë, dhe flasin me taj me maska, edhe me merë në telefon të cyla të nuk është në Gjermani. Të shysh, të cyla është në Gjermani, të cyla është këtu. Të shysh me dhe tash ajtë, po më thirë për Gjermani, po më qënë para për Gjermani, dhe të nuk e di të të nësët folja me cylen të cyla është në Gjermani. Edhe ajo, më bind që ajtë shka shku në Gjermani, po është. Pjesë ilegalës, në fillim. Vetëm pa të ndalë arma që këta janë kësajde, po dalin, po bojnë atentate, se që atëherë bind të që ajtë shku në Gjermani, po është kësajde. Tani u takove me ta edhe... Mas i ka ndodhë 5-6-7 marsi, thujeve që ndërprej
Po futbollin ndërprerje. Ai më merr në telefon, syla dhe thotë unë jam likat që të marrë më po, thotë. Po, hajde. Këtu jam. Po. Edhe shkon shumë gata, do t'ju bashkangjitem edhe në ushtrisë shqiptare. Mirë. Gjatë kohës të luftës ndodh në janë pushim janë një muj. Që është diçka dhe te pe luftës shkon te Partizani i Tiranës. Ana e kujton pak që të kohës është bajag interesant. Me shku qash marak edhe me luft futboll, në qatë kohë të anë pushimit e shku këtë stërvi te Partizani. Ka qenë tetori, po më duket ka qenë anë pushimi. Ne kalojmë kufinin, shkojmë në Tiranë. Unë e kom pasur dy vllazë të veshën. Po. Mashallah. Dytë janë matricion, i vogli ka qenë i plagum Bahariu me siguri njëni se është shpitari i Federatës së Libanit. Po. Ai ka rënë prit në kufi dhe isha atje, në Tiranë. Duke shëru, edhe shkojsha me pa, me di se nuk dishëm qysh, ai theke mirë jem, por na s'dishëm sakt. Po sa. Qysh ka ndodhur dhe shkojmë. Edhe isha në pushim, fatmirësisht ai ish pas në plagim, po jo shumë plagën e madhe. Edhe të fejume e kisha edhe të fejumen atje. Po. Edhe me vllat të fejumës, hajde shkojmë Partizan pas tërvitëm. Po. Shkum ka qenë trener Edmund Gizdari. Një pritje ftëft, një njërim aq shumë. Aq shumë shkum janë zove në kërkujna. Po. Edhe unë po flas me trenerin, ishte edhe baba i të fejumës. Thotë ky është lojtari ndër më të mirë në Kosovë. Po. Ka lu këtu dhe ai do pyetje një rrugse. Kush është Beslidhja? Kush është Prishtina? Çfarë ligë bojnë galen? Na i njërun. Kështu që as nuk pat mirë se ardhje, as ditën e mirë kur na dal. Po. Ka qenë peletarëve, ka qenë Redi Jupi, nuk më mëne Alban Regja, po më doket. Ai na ka prit mas mirë ti, Alban Regja. Shullki, Ilir Shullki, po më doket kanë qenë atë kohë. Stër vetëm një kohë, bajaget mirë një muaj e gjys, 2, po as një shenjë që po dojnë me bo diçka me neve, ose na i farë marrë veshë dhe diçka, po ashtu si isha interesun. Po, ne. Një lojë mitësore, unë se di sa e një kur këm lu futbol, e kom pas një dhëndi, shkputin e kom pas shumë të mirë. Po. Në një korner, unë e shkputna, kogja najrë dhe, nuk edhe është gol, po tupën në Rokamir dhe nalet një letë, po më do këta Albani, ta shfarë bere. Ta qëndrove najrë, ta shjo. Qëndrove. Po janë isi bashkë këto, po kështë po kënejt për 3 sekonda najrë. Janë e kilo, do po të të kështë bashkë, të këci vajage. Qëndrum sa qëndrum, erdhë Edmondi provat. Sunja hupi, tha, mujna mi bo, tha, një kontrata me tyt, 150 mark rroga. Po. Ta shjo janë shumë pak, tash nuk jam marrë me lutë, tash jam marrë me muajt kondicioni, formë, tash nuk jam marrë me lutë, tash veç po ta qep me servitë, do të kthehem në luftë tash prapë. Se u bë mobilizimi i përgjithshëm. Po. Dhe prapë kthehem, po jo në Kosovë, po në kufi, po. E përmene që vllau ka qenë i plagos tys, në luftë ke qenë edhe ti plagos. Na fol pak për këtë periudhë. Bashkë kjo koha në kufi, apo? Po. Kur kthehesh në kufi bashkë thyrë të kufinit. Po, kjo plagesa ime ka ndodhur se disa ditë unë kur jena këtu në luftë herën e dytë, kom pasur 2 nipa me veti. Po. Edhe e fejumja. Kemi qenë bashkë edhe me fejumën. Me plagesa ka ndodhur me 18 maj. Ja një muaj, 2-3 javë para se përfundimi i luftës. Po. Kemi qenë në zonën e Shkozës, u therke pjesë e Kosharës. Gjatë to ditë nuk pat luftime. Me edhe mendum që serb veç u largun. Po tërhiqen. Vjen komandanti Rustem Berisha, komandanti brigadës Rustem Berisha, thët, fut në përova se të dojna me sulmu, thët, pozicionet e serbëve që të shohëm deri në Batush. Dhe nuk e ndëgjum. Unë atër do të ndëgjoj lajmet që pa thonë për Kosovë. E kishëm një farë radio të vogël. Po, si tranzistora. Kishëm një radio 21 e Macedonisë, më do këtë ka qenë. Edhe paka shumë të informuam çka u ka ndodhur në Kosovë. Nuk janë shkuar ata as 100 metra te poshtë për mi kontrolluar zonën që është, kanë filluar granatimet. Dhe njëra ndër to bjen afër neve.
Plagoset e Fejumja, 2 nipat e mi vriten. Po, burimi dhe fitush. Po, burimi dhe fitushi, bin dëshmor, unë e plagos në komën e djathtë, jo plag të ronë, i palaj ata dytë, i rahatoj që do t'i rahatoj, e lidhëm edhe plagën e të Fejumës, dhe nisëm për Bajramcor në ndihmën e shokëve për shërim. Shërimi i parë ka ndodhur në Bajramcor, lidhja plagëve, dhe për atujt shkojmë në Tiranë. Spitalin në Shtarak, deri me 12 qershor ose 14 qershor kemi qëndruar në spital. Kur u shliru Kosova? Po u shlu me 15 më mdokët jenë ministër për Kosovë. Tamam, Kosovë. Tamam, Kosovë, Me që shkeni dasht. Edhe për çka kanë jep shumë njerëzit në këtë vend, s'do të më harru. Masi kryet lufta ti vendosësh me u kthy futbollit, edhe kthehesh në klubin më të madh. Në harta ti thu drita është më e madhe, po sipas statistika që i kem nga Prishtina del më e madhe se drita. Kthehesh te Prishtina. Se moment periudhën edhe është basha e ku kur vinë ka 10.000 njerëz në stadium, edhe në stërvitje ka shumë njerëz. Futbollin liri, kthehen në stadiumin që s'kan mujt me lu njerëzit 10 vjet, që shukon që ajo koha me herë mas luftës, që e ke përjetu. Unë po pajtohem me ty që Prishtina është klubi më i madh i gjitha kohën, dhe nuk besoj që do të mbrin dikush që të kalon Prishtinën. Po me organizuar ka qenë drita. Kështu që kthimin në futboll. A ke besu që mund është më kthy mas plagës, mas gjitha ty në... Jo, as nuk e kom menduar që do të kthehem në herë. Jo, por shumica. Shumica se kanë besu që do të kthehem në herë dhe do të luajm futboll prapë. Nuk më kujtohet data saktë mas lufte. U bë shumë buje modhe nëpër media, po kthehem në stadion Prishtinës. Prishtina do të luajë me një lojë me Kforin, po më duket ka qenë. Po, Kforin. Por që ka qenë edhe komandanti Jackson. Ato prezident. Po, prezident duket si ashtu ka qenë. Edhe generali tha po shkojmë, tha dhe na Sulejman Selimi, po shkojmë, tha dhe na. Unë si isha i gatshëm se shklepojsha la. Po, hala koma. Po shkojmë, tha. Edhe shkum, në doksion, dhe hapja stadionit, me hin stadionit, edhe njëherë. Baja gjë dojmë të shonët më laja, tereni plot. Kur kalu Prishtina shamull në vitet e njëta ka qenë në një atmosferë. Po, full sa dhe. Ndjen shumë e mirë. Te Prishtina ave 6 muaj, a? Po, te Prishtina. Po nëse këtu do me thonë vesh i morra hapat e kthimit, rikuperimit. E bëra kontratën. Kontratën e kam bërë për 1 vit. Po. Shumë në spedia me cika jo. Po ka qenë, a gjeni shumë solide ka qenë. Muja me cika ka qenë 5.000 euro për 1 vit, edhe një rrogë 5.000 mark, se s'pas po, me marka dhe, po. Edhe një rrogë solide. Përfundon sezona e parë, ne jemi në vend parë, drita në vend dytë. Edhe rastësisht takohem me ndjerin, Selami Osmanin mas përfundimit sezonit të parë, drita ishën 3 pikë mas neve, rastësisht takohem në kafe në Pallatin e Rinisë. Isha me një shok, rastësisht, unë isha bëdhe në uniform të mëkes. Po, në sen të mëkes dhe në të mëkes. Edhe tha, 2 fjallë të e kam me ty. Tha, sa lyp, tha, me arë me lu 6 muaj në dritë. Kështu ka qenë muhabeti i parë. Si isha i interesuar me shku. Se kisha një kontratë në Prishtinë për 1 vjet, i kisha një rrugë ofër punës, ishëm edhe në TMK, ofër punës, dhe nuk më konvenoj ke me vëtu. Unë ja dhash një shumë që se për më thoj... Për me largu. Për me largu. Po. Dhe më bata pse tha Ronaldo jetja. Ronaldo ka qenë ai Cipiripe. Ronaldo i vjetë, Minole. Tha pse Ronaldo jetja, se ke shumë e madhe. Po. Edhe nuk isha interesuar me mija pas ke lypë, pasi 5 vije ke pas për 2 vjet për 6 mija ke lypë be i këqafe, sigur. Sakt ka qenë shumë, ka qenë 10.000 euro, ka qenë 500 euro rroga edhe udhëtimi. Edhe ai ta tregova që ma tha atë fjalën e Ronaldos. Tash nëse do më dashur të shkoj që po mos me vazhdu, mos me vazhdu mani. E prositi ka një kafe, e thot prap tha edhe një herë ta sa po lyp. Vetë 6 muaj tha nuk po lyp më shumë. Sa herë volkonoviç e ja rretësha shumë. Edhe
nejtë mja gjysore, po më doket, nuk po më e di sakt, më të edhe një herë, tha, fjallën e fundit. Thash fjallën e fundit ta kom vallëzu të parën. Edhe më kanë nxjerr 5.000 me ka qenë tavolinë. Ta, unë nuk merrna me letra tua, tha, nesra me bëj letra, tha, ta dho shumë në tjetër. Edhe po të problemi nxjerr letrat për Prishtinës edhe me kalu atje. Se pe informacionit e rivalit direkt me kalu su kom për të letë. Qëtash për shembull e këshin bërë shumë problem se këshin shukur. Tash kontratas. Ndoshta kishte qenë problem, po ish generali pjesë e Prishtinës. Po. Edhe ato kanë pas një ndihmës shumë të madhe. Po. Unë prej takimit kam shku drejt e generali. Thash çirtë çështu puna, thash unë ja dhash një shumë, thash ta një rëj, thash. Po. Që mos shkoj, thash, po ai tash më ka lëshu parë. Në. Në dorë tash edhe çfarë bëu, tha, ti ka jep parë, po. U ta puna, thash, shkoj ata, kjo është e li. Nesër jam shkuja, unë çu letrat. Edhe shumë atje. Ju marrveshja. Te drita e kthy hys një legjend, domethënë në çat sezon sën e dytë sezonit e ke kalu te drita. Është sezoni ku e keni fitu titullin? Ja, marrë se kam fitu, për Prishtina fitan. Sezoni pasus. Që Jo. te drita tani ke fitu këtë trofet. Jo, në atë sezon s'ke mujt me fitu, kemi qenë ofër, prap kanë qenë 3 pikë ofër, po s'ke mujt me fitu. po. Kem bo lojt mira, po s'ke mujt me fitu. Po ka qenë, te drita ka qenë periudhë më e mire futbollit. Aja ke po dhe ti hojrin dritës që shtojnë këtë letartë mas luftës Selami Osmanit Bezit që ka qenë një jashtëzakonisht një president shumë dëshlirë dhe letarë që i ka dasht, i ka mojt që është mas mirë, në ashtë asë që tash ko klube që si kanë kutët që keni pas ju atër. Unë e kom thot gjithë dhe thamë prapë se ku të përmenet emri Selamis dhe të leves nga veni. Se jo e qënë, për të gjithë e kanë po hajrin. Gjithë ju kanë ndihmue. Unë ju kanë ndihmue dhe kur ka lufta kur ka qenë Maqedoni. Gjithë letarët e Maqedonisë që dikun kanë qenë 5 ose 6. Po, kanë një pas në Në stër atë letarë. periudhë Po. gjithë ka pas, ju kanë ndihmu shumë, kështu që kur të përmenet ai, çon ka shumë. Edhe një kom po hajrin, kem shpinë tokën Prishtinë fal dritës. Po kena munu mja kthye Shpërblimi të me lojt mira. Kështu që nuk e kena hupat mundin, kem fitu kupën, kem fitu titullin. Po. Po edhe një prej vendimtarëve që keni fitu titullin i jetës se pikërisht në derbi kundër ish skuadrës Prishtinës e ka dhënë Një gol. super gol që është Robi një distancë. Po. ka Që shë qenë- kujton qatë sezonin kër e keni fitu titullin edhe atmosfera. Rivalitetin, se konë edhe Gjilani shumë i fort, konë edhe Prishtina, Trepqa. Trepqa. Zakonisht do i na kanë shkput. Me pikë. Po me Prishtinën kemi qetë një pikë dallim. Me tjerat e po më duket ma që shumë na kanë diferenca, kanë po. shkput. Ja ka qenë loja vendimtare, fatmirësisht u luajt në Gjilan. Po. Periudha nuk u konë në kohën kur loja me Prishtinën vendoske, u konë një periudhë jo bashkë e mirë se na ndru treneri. 2 gjiro më herët, u ndru Hysni Maxhuni, erdhi Ramadan Cimili. Një mosmarrveshje Po. e Maxhunit me kryetarin. Edhe su konë periudha bashkë e mirë, kena pas një farë frigje, mos po ndryshon diçka, Po. mos po mundos se zakonisht ku Mos ndrohet pe humb trajneri në fund- titullin, po. Në fund kampionatit është pak më vështirë. Edhe bot një gjujtje e lirë dikon ofër 30-35 metra. Na kena pas një treshe ndërprerje të shkurta, Sunaj Keqi, unë, Selman Berisha. Sunoj e gjujke në dytën, unë e kthesha të Selmoni shëndën në golla. Ba. Po, edhe prap insistum që të bëjmë të njëjtë. Po, të njëjtë. Po, Ramadan Cimili treneri dhe të merre gjujnë gol. Thash trener thash shumë larg. Larg. Gjuj tha në gol, tha. Po edhe insistoj atë shumë që unë të gjujnë gol, e marrë fatmirësisht topi, hysh gol. Po, ka qenë golla vendimtar. Ndjen shumë e mirë që ndjen e papërshkruar. Se të golla jote të vendos, plus isha kapiten, Po. hy shumë në histori si ekipi pa që Po që fiton titullin. titullin. I përmene, Selman Berishën, Keqin, na fol pak për letar që i ka pas drita në atë kohës. Bajagi ka pas letar të mirë, kusht ka bo për shtypje në atë kohë, cilët letar të kanë duk ma të mirë. Po shambull, ka qenë Tunis për i portierit Gjemal Zeqiri, një ndër portierat më të mirë shqiptarë. Edhe në Kosovë, Po. edhe në Maqedoni. Moshën kur ka mbrojtë në ka qenë 38 vjeçar, po më duket ose 39. Ka qenë se me konë 20 vjetë. Kështu që ka qenë ndër portierat më të mirë shqiptarë.
ka qenë së i keqi. Një, ujme ato që dërme të fëshurë, ma të mirë, kohën tonë, s'më nuk po flasë ma herët që asme, për në kohën tonë, ka qenë lojtar që të ka shtinë shansë, kur gjë 5 herët ka shtinë shansë. Ka qenë Erol Salin. Qatë ku ka qenë edhe Erol Salin, po e ka ndërprej pak para se me fundu sezona. Erol, Silman Berisha. Super gollgeter. Kanë qenë qati Osmoni, Bashkim Livëri, ka Bekim Osmoni nga Tetovo. Po, Tetovo. Çdo herë ka pas lojtar të mirë. Halim Hodaj, një mesmoshor, klas. Rival? Na i rival mas vështirë që ke pas gjatë qësoj periudhe kur keni na i sulmuar të mirë, me kishë ke thonë që kjo s'bë heq. Ke pas ma shumë vështirësi. Vështirësitë më të mëdha që kam pas në karrierë, kam pas me Adil Vohrën. Ka qenë i shumë i papërshtatshëm. Leveshëm, Adil u kom problemi ditë ka po shkën, se ol ke kryt, ose të mbështetke, ose të kapke, po kon shumë i papërshtatshëm. Ka pas rival shumë të mirë, shamull. Unë më e cek edhe, kur ka qenë të drita, Selmoni kon perfekt, sa ka lumë Trepç. Po shumë perfekt. Lojtar klas. Ka pas shumë lojtar të mirë. Po, unë kom pas problemat madhe, kom pas me Adilin. Kohën sa ka luajt Adili. Kena pas me të gjithë, po jo kështu problemat madhe kështu. Gjatë kësaj kohe, që përmenëm këto vitet e pas luftës, ti e koni pjesë edhe e reprezentacionit Kosovës, edhe pse keni pas shumë rol të bime, po kur u luajshin lojt ka pas shikus shumë. Qysh e kujton atë kohë dhe qysh keni kaluar të bime? Ka ndryshuar shumë futbolli. Të bimet e kombëtares kanë qenë ato për ato. Nuk ka pas të bime, shkojmë 3-4 ditë, 5 ditë. Herët ose 5 ditë më herët që shkojmë në hotelet, bëjmë stërvitje. Të bimet i kanë thirrë, sot kem lojë, duhet më të bëu edhe po shkojmë po luajmë. Po është ndjenje e mirë, të jesh pjesë e kombëtares është shumë ndjenje e mirë. Çdo lojtar e ndron dresin e kombëtares. Është ndjenjë shumë e mirë. Po koha ka qenë ndryshe, kushtet nuk kanë qenë të mira, po ka qenë shumë ndjenjë e mirë të jesh pjesë e kombëtares. Bilbyli kon përgjithësisht. Ka qenë herën e më herë ka qenë Basajat ajo. Po, ajo Shosholli, po. Tani ka ardhur Bilbyli. Genç ka qenë Niko, po mirë, domethënë se është ndjenjë e mirë të vesh ndresën e kombëtares. E lojtarët që ke luajtur me ta? Lojtarët kombëtarë kon Ardian Kozniko. Po, të karoni lojë me Kozniko. Ka luajt, këna luajt një lojë me ta, pse ai s'ka luajt në Kosovë. Po, atëherë po veke bëj sakrificë. Faruk statuat si Afrim Tavorlani, Arbner Morina, të gjithë ta janë emrat që kanë lënë gjurmë në futbollin e Kosovës. Ka shumë nashta po më vjen keq që muj me harroj, po kosh. Po nëse nuk je i mirë, nuk je në kombëtare. Po. Koha ka qenë atë që nëse s'ke luajtur mirë s'je në kombëtare, po është ndjenjë e mirë të jesh pjesë e kombëtares. Është kur edhe si vendose me u pensionu. A la futbolli, na tha mjaft, më ofroj, mjaft i ofrova. Edhe mos harrojmë ti gjatë gjithsej kohë e kon edhe ushtar. Njerët na flet pak për pensionimi ka ndodhur në vitin 2008. Pjesë e 2007-ën tuje njerëve që përfundova se pe drites. Po. Tujeve që përfundova thash nuk luaj më futboll. Se nisën me rraf financat. Po. Koha pak më e vështirë. E lash, na ka qenë Feronikli, kryetari i Feroniklit ka qenë Jahir Demoko, ish zavendës komandant në kazerën e Nadem Jasharit në gardën e Kosovës, ku kam shërbyer. Edhe më thotë ti e ke lënë tha futbollin atje, po vjen në animu neve. Tash pas muj më thash se kena po 2 vjet, pse nuk ishim shumë të vjetër. Po. 36 vjet, po më duket kanë qenë mosh atë. Tha deni më, na kam luajtur edhe 1 vjet në Feronikël. U hin Superliga dhe edhe Feronikël e kam përfunduar karrierën. Gjatë kësaj kohe, po, e kon edhe ushtar, domethënë prej mas luftës, mas luftës, po deri edhe sa ke luajt futboll. Po. Sa kanë vështirë edhe ushtria edhe stërvitje edhe lojë edhe qysh ke mujt me përballu. Po vullneti i mund gjitha. Ndoshta pjesa më e vështirë kon pjesa e udhëtimit në Gjilan. Se duke më zgjuarët, shkojmë punë, neve na kanë mundësu si sportista
t'jem më aktiv, Po. që thuje lejohet, Po. çdo ushtri lejohet, po pjesa më e vështirë ka qenë pjesa e udhëtimit Prishtinë. Prishtinë Gjilan, rruga jo bashkë e mirë, ajo ka qenë më e mundishme, tjerat nuk është e përballueshme është. E përballueshme. Po ndjenja mirë ti jesh edhe ushtar edhe lojtar është nuk është ndjenje. Je hale pjesë. Se FSK-s, po. Po. Qysh është mi shërby edhe jo kaq gjatë. PlayStation jem ka 18 muaj ushtar. Po. Ne I banëm 27 vjetë pjesë e ushtrisë. Ne kemi një thonjë në ushtri, që veprorit të shumë mirë, në thojmë I shërbejmë atë dhevët. Edhe në thamë shumë mirë se I shërbej atë dhevët, shtu që... Qysh është rutina ditore e ne ushtarako? Varet për pozicion, për pozitës çfarë kije. Shemën, grada ushtarët I ka do të tjera tjera, ne I kem do të tjera, e proti kanë do të tjera, kështu që kënë varet për pozicioni, çfarë pozicioni kije. Po, me konë uniformë është ndjenë shumë e mirë, se edhin për çfarë je ato, ajo të në banë. Hys, ti tash vazhdon me kon pjesë e futbollit, po jo pikërisht futbollit, po futsallit. Pak më ndryshe, po Ma I vogël. si vendose mu kthy edhe mu marr me futsal, kur e dim që do me thonë futsalli është një sport në ngritje vitet fundit në Kosovë. Edhe ka, si të mos play-off-ove, ka shikues jashtëzakonisht shumë. Se na jem, bile ma marakli jem kështu në futboll të vogël. Është më tërhec. Në futsal jam kthyve kur kem transformimin e TMK-s në FSK. Po. Më ka ra me shërby në Gjilan. Po. Vendi kur kum desht. Ha. Edhe kam shërby, 2009 kam shku me transfer në Gjilan, me detyrë në Gjilan. Edhe do shokët punës ato, ta e kemi një ekip të futsallit apo vjen me lujt. Po. Ka qenë klubi I Bresalcit. Po, Në bresa. atë kohë. Edhe kam lujt 2 vjet ato. Edhe mos nuk mujta, edhe ndërpreva atë. Në vitin 2013 më kanë ftuar si delegat I futsallit. Me shku. Dhe në vitin 2015, kam kalu komisar I gara, dhe në vitin 2024, po kaloj sekretari I komisionit. Po besoj që futsalli është ecë mirë, e kemi një ekip shumë të mirë, që du me I përshëndet antarët I komisionit, edhe komisionin gara. Nuk kem dallime fort kush është kryetari, kush është antar, se sa për të mirën e futsallit unë më thojë keni dur të lira, nuk keni nevojë me vet, atë bojmë që to, se po na ban. Po nëse është mirë bane. Po. Kështu që të njëjtën e kem edhe për presidentit. Asnjëherë nuk na ka thonë hajde vetëm çka më bën. Nëse ju e dini që është mirë, grahni. Kështu që po më duket edhe për ata janë të na shku punë mirë, s'kem probleme të mëdha. Po, vitin e fundit kena pa dhe ekipet performojnë mirë edhe kombëtarja ka dhe shikues si e vlerësonte futsallin për momentin. Por ajon po besoj që jena më mirë ndoshta se krejt. Edhe me organizim, si Edhe për me anës ekipe. klubit, si për federatës. Plus ky ligji I sponsorizimit I ka ndihmuar. Po, kjo I ndihmon. Po dhe se kena federata as po- nuk paguajnë referas. Po, Po. është, na jem të vetmit në rajon që federata I pagun refert. Po, Ekipet refert. nuk kanë obligim ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Po. Refere, Ndoshta, delegate. po, ajo e lidh Pjesë e zyrtar. organizimit. Ndoshta vetëm Kroacia mund me kop pak para neve. Se kanë edhe shkollat e futbollit. Po, I kanë Po, futsallit. kanë futsal më zhvilluar, tjerat ekipën këtu në rajon na jem shumë mirë. Dhe më duket më që po ecë mirë. Po. Po Klub, po. ekipin e kena shumë të mirë. Klubet Ekipin e po, kemi shumë mirë. klubet po, e kena po vitet fundit Prishtina 0-1 që ke Po, një kampion në ngritit e Po, 16 më 16 mirë. Në litër. Po, bron për kombëtare, a kem edhe çfarë kohë na vyn, na kuptohet që na deke në artë që kjo ku u dosht këtë etapat me djeg se nuk u kon let, po edhe sa na vyn me kon konkurrues edhe si kombëtare. Te kombëtarën futsal e kem pak më vështirë. Arsyeja se tek ne futsalli është më pak I zhvilluar. Po. Nuk kem shkollat futsallit. Kështu zakonisht prindi orientojnë të mirë me shku në futboll të madh se Po. u bë futbolli më edhe Është ekonomi. Po, Super ekonomi. po, biznes. Biznes, po. Gjithë I orientojnë në futboll të madh, tek ne nuk I bin futsal.
Kështu, nëse dështon anenaj, Po. kthehen nej. Nuk jem keq me ekip të kombëtares, po shpresojmë që do të vinë ditë më të mira. Po, Kthehemi te e dojmë futboll të thasha dhe më herës futbollin e vogël e dojmë na shqiptarët e Kosovës shumë. Bajagi po dhe ishen palestër 3-4 mijë veta. Po edhe në turnira ke po. Edhe turnira me të vitit të ri. U bëni organizim i mirë, që Kushmëria është rrit, kështu që jem të kënaqur me zhvillimin e Goravë. Shpresoj pa mirë më po. Ti kthehemi kampionatit pak aktual. Drita jot si kapiten edhe si fituesi trofeve që dhe është vend e parë dhe po duket në rrugë të mirë me fitu titullin e 4 në histori. Qysh e shet Dritën sot? Qysh duket ekipi? Dritën sot është kampion. Edhe pse kampionati është hala i gjatë, po ata veç nëse dojnë me humbë vetë. Po organizimi qysh ka qenë në vitet ku kam qenë në vitin 2000, ata që kanë vazhduar atë organizim. Unë 2-3 vitet më herët unë e një dështim Dritës se s'u bosh kampion. Po. Me atë organizim, me ato pagesa që janë bërë, me gjitha ato shpenzime, me gjitha ato lojtarë që ka pas, unë në gjej dështim dhe 3 vitet më herët që s'ka qenë kampion. Po si vjet veç nëse dojnë me humbë vetë. Organizimi kanë perfekt, shikuesi kanë perfekt, mëdhimet, ndoshta veç punë e terenit. Po stadionit. Punë e stadionit, se s'ka derbi mo që shka qenë më herët, ja kanë hub jeshin e derbit ja kanë hub, apo nuk bedi apo bojnë me qëllim, apo pse nuk po ndërtojnë stadion, po ja kanë hub jeshin e derbit, ja kanë hub. Qysh u kon çaj derbi me Lunçit çat kohë, që e kanë edhe ti domethënë ata janë kon shumë të fortë, Gjilani ka pas ekipën shumë të fortë. E fitojnë edhe ata kupën ajo mujnin kup ju. Po na kanë mujtin që në finale ku vitin 2000. Ça gjeta. S'po du me thek që na kanë mujtin. Edhe Superkupë me Aluni Superkupë me tani një herë, po ajo. S'kem luajtur Superkupë. Se më duket Gjilani fiton Superkupën po me Prishtinën, s'kem luajtur Superkupë. Që pa kom pjesë e Dritës nuk mund të ninat. Shmëtat knatësin. Atë ndjenjen pa kom pjesë së sajnë. Unë e kom pas fatin që ti jam kapiten kur është pall kampion. Edhe ti kesh intelektualt. Mrapa ki çdo herë, se e kena monë shikues janë ekipi 12, lojtari 12. Intelektualt janë bashkë lojtari 12. Nuk na kanë lënë vetëm mbrana dhe jashtë. Kështu që i përshëndes edhe ja uroj titullin pak më herët. Pak më herët se e kam të krymë atë farë punë. E kush po të befason këtë sezon Superligën? Pasi Drita për shumë që nuk po është që ka shumë rivale. Nështë për befasi është Llapi. Po. S'ka ekipin shumë të mirë, po janë shumë befasi për të keq. Befasi për të keq. Është Llapi. Befasi për Dritën mos kem çka flasim, po befasi për të keq. Është Llapi. Dugagjini nuk janë keq. Po. Është që ju uroj, Malisheva është befasi, po. Se është po në futboll të mirë. Në futboll shumë të mirë, shumë. Po kanë edhe trajnerë kanë të mirë, kështu që ju uroj sukses në Malisheva daljen gara. Prishtina që shpo me kavallin diskas. Ka arru me fitu. Ka arru me zdi kur ka fitu trofejën e fundit. Trofej kupën para një atëri edhe. Është për keqardhje, në Jemen si Prishtina tjetë këtë pozitë. Nuk e di atë po më duket do të ndryshoj me rroj çdo send të më ndryshue për me pas sukses. Hys me futbollin ndërkombëtar, me cilin klub i avansa i udhëtari i futbollit ndërkombëtar. Unë kam një klub që se di sa do shumë. Chelsea në dune. E kam i vjetër me dorsja. Se na kem një djalë të ri, kolege, ja ona e ngucëm kajra unë nuk e du sa të Chelsea. Po e di, po të nguci po unë e du Chelsea kur ka qenë Gian Franco Zola kom pas i dall. Edhe prej atë hershit më kam Chelsea, kështu që e du Chelsea edhe nuk e ndryshoj. Cilitar më ka pëlqye Maldini. Qëndërmbrojtës e Maldini. Sulmues të kom pas Ronaldo në vjetër. Po. Kështu që Chelsea së ndrej mes një ekip, edhe i bërë dhe kalter.
Po, Drejtë këtë që e kem. Po Chelsea qatë kokën interesant me Viallin, me Zollën, me qatë kokën. Zolla më ka pëlqyer shumë, më ka pëlqyer. Në konaj Tore Andrea Floj. Ma tani, pa orë Abramovic e ka pos, se thoi su kon Chelsea i mirë, po pa ja ke mirë Fund kon. viteve 90. Emra ka pas, Po suksese jo, tani vjen Abramovic. Po emra ka pas, çdo herë ka pas emra. Hasselbank. Jimmy Floyd Hasselbank, e gol. Shumë i fort. Bims, të falenderojmë Hysin, shumë knaqësi që ke sot me neve, ndojtë një pjesë tjetës tënë edhe të karrierës tënë, edhe në futboll edhe në ushtri. Të urojmë sukses në detyrat në vazhdim. Por i me ke knaqësi me kujtu atë kohë edhe që shke lu futboll edhe në njëjtën kohë i ke shërby edhe jot. Shumë faleminderit për ftesën, edhe unë do më thotë që është intervista e tretë që e dhova për karrierën temë, edhe ku më dhova më herët intervista, po jo për gjatë karrierës, po kjo është intervista e parë që e dhova prej fillimit të karrierës deri në fund. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit se na edhe për këtë çka se kena fillu shkoku mi pas dhe rrëfime pe lejtarëve që i ka rasi dhe mos kjo pjesa e sakrificës mi u tregu nështë ta gjeneratës teme edhe ma të ri që një me futbolli u lu edhe ma herët edhe në ku kur u konë shumë shtirë edhe faleminderit që i kalzove shumë do sene që mi au hopë sytë që mi au bosu konë gati futbolli që është me shumë tash. Gjenerata e në konë, gjenerata që kam rri 3 etapat. Të para luftës, një kohë Jugosllavinë, në 10-at kërë u prish, në qajti sakrificës, qaj u Kosovës, qaj u periuda me vështire futbollet, mas luftës, kena më rrit diçka, nuk u kosh keq, po mirë, kena më rrit 3 atë, kem çka tregojmë. Shumë faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Pa harruar t'i përmendim sponsorët tanë, brendin e mirënjohur të automjeteve nga Korea e Jugut, KGM Sangyon Kosova, Patos dhe Golden Eagle, na shihemi në javën e ardhshme. Faleminderit.